Dëgjova një shprehje që nuk kisha dashur kur ta dëgjoja nga drejtuesit e qeverisë tonë, të cilët shprehen në një mënyrë tërësisht e krejtësisht raciste ndaj vetë shqiptarëve. Dëgjova që është diçka e papranueshme për to kjo ndihmë që po japin shqiptarëve të Shqipërisë sa të tjerë që vinë nga Kosova, nga Maqedonia apo nga vise të tjera. Është thellësisht ndarëse, është thellësisht raciste një gjë e tillë kundër shqiptarëve, nga shqiptarët vetë kundër shqiptarëve, nga një qeveri që tashmë ka humbur çdo logjik, çdo drejtim të patriotizmit të saj, një qeveri që nuk mbështet as pak çështjen kombëtare, nuk mbështet as pak bashkimin kombëtar, por të paktën mos ta sabotojë atë, pasi nuk mund të na ndaj në ca shqiptar të Shqipërisë dhe ca shqiptar nga vise tjera që nuk hyn fare në mes në këtë protestë që u bën shqiptarët, pasi kanë ardhur gabimisht për të ndihmuar. Kjo është shpreha e qeverisë. Unë nuk jam dakord me këtë. Asnjë nuk është dakord, një shqiptar i vërtet është dakord që të gjithë shqiptarët të bashkohen për një qëllim të përbashkët, që është ringritja e dheut ton, që është e ardhmja e dheut ton. Pse, si do ndodhte në qoftë se në Prishtinë do kishte një problem? Nuk do kisha unë të drejtë që të shkoja të protestoja në ndihmë të vëllezërve ta në Prishtinë? Pra një gjë e tillë ndarëse, thënë pikërisht nga drejtuesit e qeverisë, është e tmerrshme. Kjo tregon vetë fytyrën e anti-shqiptarëve që janë prej viteve që sundojnë si qiban atë dheun tonë. Ka 35 vite që kanë marrur, kanë uzurpuar pushtetin dhe ato vazhdojnë të ndjekin të njëjtën politikë thellësisht anti-shqiptare. Në qoftë se ne duhet të kemi një atlet të përbashkët, një atlet të bashkuar, një atlet të fortë, duhet që të ndrojmë patjetër kursin e këtyre qeveritarë që nuk janë të denjë për atleun tonë. Prandaj, vazhdoni të protestoni. Ne jemi të gjithë në lëvizje, sot do arrijnë në Shqipëri rreth 10.000 vet nga diaspora. Ja, në aeroport, në gjithë aeroportet, kudo që ka një zemër shqiptar që po niset, u them rrugë e mbar e mirupafshim në Tiranë. Ju dua shumë, të rroj Shqipëria. Të dashur miq, të gjithë gati për të nisur, të gjithë drejt Shqipërisë. Mos të humbim kohë, dheu sot është në rrezik, ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për bashkim. Kur dheu thret mbaron çdo gjë tjetër, nuk ka rëndësi asnjë gjë tjetër. Gjithçka është sekondare, gjithçka është diçka që nuk na intereson, pasi përpara dheut nuk ka asgjë tjetër. Dheu është në rrezik, dheu na thret dhe ne duhet i përgjigjemi. Të gjithë të bashkuar, të zgjedhim më të mirët në kryet të Shqipërisë, atletarët. Unë për veten time jap gatishmërinë vetëm për të shkruar historinë tonë edhe një herë ashtu siç duhet, që shqiptarët të shkruajnë historinë e tyre për shqiptarët, për herë të parë në historinë e tyre. Kemi historinë më të bukur në botë, jemi populli themelues i kontinentit tonë, kemi gjuhën unike në botë, të gatshme për të hyrë në UNESCO, por na duhet që qeveritë tona të mbështesin çështjen e Shqipërisë, të bashkimit kombëtar dhe të zhvillimit të Shqipërisë si një vend me të vërtet evropiano perëndimor. Gjithë të mirat miq, mirupafshim në Tiranë, të dielët të mbar.